për të luftuar keq interpretimet dhe keq trajtimin e grave në disa shoqëri të cilat ndodhin sot. Mbështetja në burimet hyjnor, Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alaihi salam, ju kam lënë diçka që nëse kapini fort pas saj nuk do të humbni kurrë, librin e Allahut, respektivisht Kur'anin dhe Sunetin tim. Ky është një udhëzim i drejt për të gjetur rrugën e drejtë përmes Kur'anit dhe shembullit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht Sunetit të pejgamberit sallam. Udhëheqësit, dietarët, familjet dhe individët duhet të konsultohen me këto dy burime për të zgjedhur problemet jetësore. Kapja pastore garanton ruajtjen e vlerave islame në çdo kohë dhe në çdo vend. Përhapja e mesazhit dhe në përgjithësi kolektive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Le të përcjell ky që është i pranishëm atij që nuk është i pranishëm." Ky është një ngarkim moral për çdo musliman që të përçojë fenë e Allah subhanahu wa taala tek të tjerët, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Besimi islam nuk është thjesht personal, por është një përgjegjësi kolektive për ruajtjen e të vërtetës dhe drejtësive në shoqëri. Kujtesa për përkohshmërinë e jetesës dhe përgatitja për botën e ahiretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Nuk e di nëse do të jem me ju pas këtij viti." Kjo fjalë e tregon thellësinë e vetdijes për vdekjen dhe përgjegjësinë për që çdo njeri ka para Zotit të Madhërisëm. Kjo nxit që çdo besimtar të jetojë me ndërgjegje, sinqeritet dhe përgatitjen për botën e ahiretit. Wa yukabbiru takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha këto porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë burim i Kuranit familjar dhe Suneti e pejgamberit alaihi salam, është që të ketë një unitet në mesin e besimtarit dhe mesvetit, të largohen armiqësit, urrejtjet dhe çdo zili të cilën e kanë njerëzit ndaj njëri tjetrit. Secili besimtar kërkohet që zemra e tij të jetë e përulur ndaj Zotit të Madhërisëm, duke nështruar Zotit të Madhërisëm dhe duke u bindur urdhrave dhe ndalesave të tij. Çdo besimtar e ka për obligim që të ketë dashuri dhe respekt për besimtarët. Veçanti në këtë ditë të festës së Bajramit duhet që t'i largojmë armiqësitë, të shtrim dorën e pajtimit ndaj njëri tjetrit, të ngjindemi në afërsi dhe ndihmë, të jemi sa më solidar dhe afërt ndaj njëri tjetrit, në mënyrë që të japim kuptimin më të plot festës së Bajramit, që të japim kuptimin më të plot raportit ndaj njëri tjetrit, që jemi të kuptim më të plot raportet dhe bindjet tona të cilat i kemi ndaj Zotit të Madhërisëm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويكبر تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هو الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. والله ynë, ty të takon çdo falënderim dhe çdo lavdrim, ty të falenderojmë për begatitë e panumërta që na ke dhuruar, për jetën, për shëndetin, për besimin, për islamin, për udhëzimin, për familjet tona, për paqen dhe për mundësinë që sot po festojmë këtë bajram të bekuar. O Zoti ynë, sot jemi të buar në këtë ditë të madhe, në ditën e Kurban Bajramit, ditën e sakrificës, devotshmërisë dhe afërsisë me ty. Na pranon neve, o Allah, këtë përkushtim, këtë adhurim dhe këtë afrim. Allahu ynë, ti je falës e do faljen, na fal neve. O Zot, na fal neve, i fal prindrit e tanë dhe çdo besimtar që hyn në shtëpinë tënde dhe çdo besimtar dhe besimtare. Zoti ynë, pranoj prej neve veprat tona, se me të vërtetë ti je dëgjues i ditur. Dhe na i prano pendimet tona, se ti me të vërtetë je pranues i pendimeve dhe i mëshirshëm. O Zot, na bën falës të namazit dhe prej pasardhësve tanë i bën të tillë. O Zot, na mundëso që të falenderojmë për të mirën tënde që na dhurove neve dhe prindërve tanë, që të bëjmë vepra të mira që i pëlqen ti dhe na i bë të mirë pasardhësit tanë. Ne pendohemi te ti dhe ne jemi prej muslimanëve. Allahu ynë, ti je Zoti ynë, s'ka Zot tjetër përveç teje. Ti na ke krijuar e ne jemi robërit e tu. Do të jemi besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd, sa të mundemi. Jemi mirënjohës ndaj dhuntive tuaja. I pranojmë gabimet tona, na fal se s'ka kush që i fal mëkatet përveç teje. Dhe kërkojmë strehim të ti prej të keqes që kemi bërë. O Allahu ynë, na përmirëso fenë tonë e cila është mbrojtje e çështjes sonë, na përmirëso dynjan tonë në cilën jetojmë dhe na përmirëso ahiretin tonë në të cilin do të kthehemi. Na bë jetën shtesë të çdo të mire dhe na bë vdekjen rahatin nga çdo e keqe. O Allahu ynë, pranoje namazin ton, agjerimin ton, zekatin ton, sadakan ton, kurbanin ton. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na mbroj nga dënimi i zjarrit. Zoti ynë, falna neve, fali prind e tanë dhe gjithë besimtarët ditën e llogarisë. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Të ndëruar vëllezër, që ashtu si kur e filluam edhe përmbyllim, e lutim Zotin e Madhëshëm që ta pranon namazin e sabahit, lutjet, gjitha këto dhe respektivisht edhe namazin e Kurban Bajramit, kështu që përhar ju kloft festa e Kurban Bajramit, shumë vite së bashku inshallah. Zotit lutju dhe beso, rrugës ti mos ju largo, përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Zoti dashur, ty të madhroj, me namaz të adhuroj. Ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Nëse vllati shpëtim don, jeto ti si musliman, ndaj gjennetin për me pa, la ilaha illallah. Ndaj gjennetin për me pa, la ilaha
kush që don, emma Allahu atë don. Me melek gjennet të qon, la ilahe illallah. Me melek gjennet të qon, la ilahe illallah. Zotit lutju dhe i beso, rrugës ti mos ju largo. Përveç ti tjetër nuk ka, la ilahe illallah. Zotit lutju dhe i beso,